vota është bashk përcaktim, vota është pushtet. Po, është komandë, është pushtet. Pushteti i 10.000 personave shkon dhe i delegohet dikujt që me atë pushtetin rregullon punët e veta dhe shkatron Shqipërinë. Okej. Tani, që t'jemi më të fokusuar, më rëndit lutem me pika, përse humbi Partia Demokratike? Se ju thatë një që Berisha nuk donte, por kjo pak besot, ata duan, por nuk arriti, nuk kishin fuqi, po ju me pika. 1, 2, 3, 4, 5, apo sa pika mendoni ju? E para nuk e meriton të herë. Për çfarë arsye? Ata ecën me alternativën, bile vundi i shprehje shumë të neverishme, kur thanë rotacioni është i shenjtë. Ne duam të ecim përpara apo të shkojmë mbrapa. Që nga retorika tyre denigruese, regresive, deri diku jo qytetare, jo pas asnjë. E dyta kjo. Po. Retorik denigruese. Po. E keni fjalën për sulmet që bënin ndaj partive tjera ose personazhe? Unë nuk kam parë nivel më të ulët rrugaçërie se ai i shprehur dhe ditën e zgjedhjeve në Vor, po dhe më përpara nga Nur Moka dhe tjerë. Pra numër 2 debati. Po të mendosh numër 2 i Partisë Demokratike dhe ata që marrin vendime dhe janë persona më ndikues te Berisha bollësh në hall vet. Ka marrë dhe këta më mysybet se vetja, realisht. Mysybet. Çfarë do të thonë mysybet? Po çfarë them unë tani? Po e marr kështu cop tani. S'ka ku ta lidhësh. 3. 2 i tha 3. Po nuk ka moral. Nuk ka moral. Nuk ka moral? Nuk ka moral. Po pse s'ka moral? Po nëse e shet ekonominë e piramidave për një arritje të institucioneve demokratike deri në vitin 97, nëse e djeg vendin dhe i shkakton me politikat e tua bile dhe drejt për drejta, mbi 3.000 vrarë dhe pastaj vazhdojnë të vrarë deri në fund. Dhe mbas 97 ne kemi një rëshqitje shumë të shpejtë, gjithë strukturë shtetërore në duart e krimit. Deri në 97 ka qenë më përmbajtur. Nëse i krijon me 97 në vendit mbi 60 miliard dollar dëme, edhe një çmenduri kolektive pasaj. Nëse e vret demokracinë, të jepet shans historik për vendosur demokraci, edhe e vret demokracinë që brenda partisë tënde, të cilën e ka tallëdisë në klan familjar. Do të thënë kjo është e katërta. Po, klan familjar. Klan familjar. Po. Ja dha Eduard Selamit, ja mori, ja dha Tretan Sheut, ja mori. Po ke këtë klanin familjar, se ai s'ka si familjar. Do thënë, madje edhe një nga ata keni qenë dhe ju keni thënë jo vajza do kthehet, jo të tjerë. Do kthehet vajza? Jo, kthehet pjesë e familjes. Ai për të marrë me mua nuk është marrë vetë dhe ka fut fëmijët. Unë s'jam marrë me fëmijët e tij. Ti je sigurt. Unë nuk jam marrë me fëmijët e tij, se fëmijët e tij ja vlen të merresh pse janë fëmijët e tij. Unë merrem me atë. Të tjerë janë politikë që kanë atë dëshirën për të marrë ose jo, nga që thot klan familjar, prandaj. Familjar. Nëse do ta shohësh edhe çdo vend dhe besoj që ai përfaqëson, ai vet, po ta quajmë mafia, por për mua është një organizatë kriminale e madhe nga më të mëdhaja në Europë. Kush? Po Berisha dhe klani i tij, edhe këtu duhet ta vërtetosh. Se thot një akuzë shumë të rënd. Po. Do të thënë klan mafiosët më i madh në Europë. Le të merri në gjyq. Po tani ju ndoshta se keni problem këtë, po në gjyq mund të humbisni, sepse duhet ta provoni këtë. Po kush po? Ora unë kam hyrë në këtë përballje pasi kam humb çdo interes me skim për veten. Kupton? Është e thjeshtë zoti Roland, se unë të mbaj mend edhe të ri ty, të mbaj mend edhe ti mua domethënë, se jemi parë për këtë Tiranë. Ne kanë marrë jetë Roland. Unë nuk bëj shaka. Edhe të vërtetat e mia do t'i them siç janë. Po diskutimi i lirë të thuash. Edhe të vërtetë i po them unë e pranojnë gjithë shqiptarët. Dhe gjithë qeverisja e tij, duke filluar që nga Medalja Arsidi, me atë kompani Shqiponja, pritani të vazhdoj të them unë. Po. Kur them krim organizuar, po them dhe krime kundër njerëzimit. Jo, pritje, freno se këtu bë shumë tani. Është dhe më rënd. Jo, ti marrë me radhë. A ka në një klan në Europë nga 3-4 klanet që janë mafiozët ndryshme të vendosura në Pulja. Dhe është Berisha një nga këta? Jo, a ka një klan nga këta më fuqishëm se Berisha mendon ti? Jo, unë nuk e di këtë. Qose ju e dini, më vërtetoni, më thoni. Po mirë. A e mohon ti që Berisha ka mbretëruar Shqipëri nëpërmjet frikës mbi të gjitha? Dhe njerëzit thonin me Berisha mos u merr, se Berisha të vret.
A ke dëgjuar në këtë? Apo do të më hap median prapë? Unë di këtë që se unë vi nga Gazeta Koha Jon, unë atje jam rritur. Gazeta Koha Jon ka bërë betejë të forta. Ja, nuk e di unë. Me që ju se dini se di ka mësun. Jo, po them që Gazeta Koha Jon, edhe pse ne kemi viktimë, se ti që i gazetari. Kur ke vajtë Gazeta Koha Jon? Në feshtatën, atëherë kur u dojsh. Ke vajtë pak si vonë, vlla. Po, se kur doli e gazet. Jo, një sekondë. Jo, kur doli e gazet. Në feshtatën ndodhi ngjarje e rëndë. Ta kuptosh ti, kur doli e gazet. Po. Dhe dy djemë të rinj, njëri me dobës e tjetri, njëri quaj Aleksandër, tjetri quaj Nikol, kur vini te piramida, dhe aty kemi qenë dhe unë dhe Azemi dhe Spartangele, kërkuan ndihmë se Saliu po i godiste për një 92-shin e mbrapa dhe 93-shin, po i godiste me represion ligjor, me gjykatat e tij. Edhe ne bëm një redaksi me 187-88. Se ke qenë? Po kam qenë dhe unë ka redaksia, që të mbanim... Po qa funksioni kishte? Të mbanim ne goditjet ligjore, për të mbajtur gazetë. Si jurist? Jo, mos si jurist, se isha jurist atë kohë, isha vetëm mësues në atë kohë. Jurist janë bërë më pas. Qa ishit në atë kohë? Mësues. Ku? Po, tu Tiranë kam qenë, nuk ka rëndësi. Qa jepit? Po, unë kam qenë, tani nuk ka rëndësi që kam bënë. Unë atë kohë, isha student, u mora me këtë punë dhe isha i angazhuar në vazhdimësi. Edhe bashkë me Azemin, edhe me Spartangelen kemi vendosur ta bëjmë atë gazetë, duke marrë ne goditjet, që ata të mos godisin një organ kolegjal kaq të madh për editorialet e gazetës. Dhe këtë du ta mbaj mend edhe Sandri, edhe Nikola. Dhe këtë kemi vendosur atje ke piramida. A duke pirë atë kafen atje, duke pësuar... Ishit e i bordi juve? Po ishim, për disa kohë kemi qenë, ka qenë dhe jemi aty. Ka qenë? Nëse unë i kam arkiv, i kam shtëpi gjitha. Pra, kam bërë dhe vetë, bashkë me miqtë e mi, një gazetë e cila ka qenë një hapësira e vitit 91-2 deri në 93, shumë gazetë e mirë. Hapësira? Po, hapësira. Pra, me kë gazetar kishe? Erlet Shej. Erlet Shej. Po, kryeredaktor. Dhe Berisha kishe shumë merak ta merrte atë. Si gazetë. Këtë merrte atë? Po. Do të thënë se kaluan po paske shumë sheri parë. Po, serios që ka qenë atë, më tha iqe Erlet Shejn, emëroi Afrim Krasniqin, dhe unë se kam heq, derisa kam qenë aty. Të tha emëroi Afrim Krasniqin? Po. Se donte të merrte kontrollin e një zëri të pavarur. Dhe ne nuk e nisëm atë gazetë me Berishën, por ne për t'i thonë që jemi diçka ndryshe, domethënë, e nisëm me një orientim evropian. Jo të promovonim ish komunist, pa provuar në pushtet, që pretendonin të vinin si antikomunist në pushtet, ne nisëm me Aleksandr Meksin. Aty u bë keq zotëria. Dhe mori një sinjal që këta janë të pavarur. Dhe Berisha është kujdesur që atë parti që e gjeti, dhe nuk e bëri, se nuk u bë shtëpi, po u bë shtëpi Gramozit, pjesa procedurale e parë. Në atë parti nuk ka lënë asnjëri nga ata të parë, të cilët nuk e shihnin veten aty pse i ka sjell Berisha, po e shihnin veten si barabart bile edhe më me moral se Berisha, më me drejt morale se Berisha për të marrë pjesë aty. Se njëherë u kthye ai kur foli në emër të Ramizit edhe të brigadave partizane të Ramizit në Jugosllavi. Kështu që për njerëz si puna ime, që kanë këtë memorie dhe këtë eksperiencë kurriz, Berisha është mafiozit janë lule para Berishës. Berisha duhet konceptuar me një emër të ri për shqiptarët. Pra një njeri që ka mbajtur peng Shqipërinë, që ka shpërfituar Shqipërinë, që ka rënuar të gjithë bazën ekonomike. Ne kemi dalë nga një sistem, zoti Roland, me të vetmen arsye për të hyrë në një ekonomi tregu nga ekonomia centralizuar e cila nuk funksiononte dhe për liri. Pra se nuk ka dinjitet pa lirin. Pra shokët e mi, edhe unë, edhe kemi planifikuar të ratisemi vetëm për lirin. U hap vendi për ratisur? Po. Në cili vit? Jo, nuk ka rëndësi. Jo, ma trego. Nuk janë këto. Ku 86? Nuk flas. Jo, një sekond, të lutem. Nuk flas. Pa tani. Jo, unë të kam thirrur për analizë për këtë, por kjo historia e ratisjes. Dhe kur kam vajt Strasburg, ata që na ndjekin ne një pjesë nuk e kuptojnë atë kur ja u tregojmë ne se i mbir nuk më ore kur i them unë që nuk lini. Mirë, unë mendoj kështu. Çfarë vit ishte? Unë mendoj ka qenë një problematikë 86. Unë mendoj që po të hapet ajo dosje, do dal burr pak më mirë se sa kam folë për vetën deri tani. Po s'du të flas për vetën, lutem mos më pyet për vetën. Jo, asgjë nuk flas për vetën, por kjo vetëm të dy detaje. Por të tregu në cilin pjesë e kufirit. Po nuk ka rëndësi më. Apo me det. Ai që do merrte mua. Po. Kam qenë 19 vjeç. 86. 56. Që një vit që kishte vdekur me Roxha, që ta kuptoj. Po jo, ka rëndësi se
Ai person ishte tentuar një herë në 67-ën, atë vit që unë kisha lind. E kishin kap. E kisha bërë burgun, kisha bërë dhe burg tjetër, atje në burg mësojnë 7 gjuhë të huaja. Ku në Spaç? Po, edhe në Qafbaj, po edhe në Spaç. Qafbaj, po. Një djalë i shkëlqyer, Bebi Shameti. Si? Bebi Shameti. Bebi Shameti. Po mirë, ju kishit diferencë moshë. Po, s'ka rëndësi, ne punuam pak kohë në një vend bashkë e rinim dhe unë mendoj që anglishtën Në Tirana ishte? Po, origjinë nga Delvina, familje shkëlqyer Delvinate, po. I ati i kishte vdekur në burgun e Gjirokastës, patriot, po që mbas lufte kishte thënë ne nuk luftuam për komunizëm, luftuam për Shqipëri. Dhe ju lidhet me këtë dhe ai u ndikoi te ju. Po si ndikoi më? Unë anglishtën fillimisht e kam nisë kam mësuar me këtë person. Po pse ç'a bënin në shkollë juve rusisht? Unë kam bërë rusisht. A prandaj se di. Po dakor, po që atëherë po të shifnin me që si ishin atë shkollë, shifnin me seshën dorë, mendonin që po bën diçka. Për ata që nuk e dinin, Essential ishte metoda për të mësuar gjuhën angleze, se ne brezë ynë e dim se çfarë domethënie kishte libri Essential 1, 2, 3 dhe 4. Po të mbaroje 2 Essentialat, e dije anglishtën mjaftueshëm. Tani unë dal kjo punë. E ishim 4 vete. Moment fundit i ka thënë motrës, bile dhe jam qetur unë, kokën. Mbaj flok gjatë? Po jam flok normal, siç e keni ju tani, po unë u qetha. Po jo, në atë kohë kishte një tani tendencë. Kishte një tendencë. Tendencë, po. I qetur unë 19 vjeç dukesha si një ushtar që kthehesha nga leja për në repart. Kështu ishte ide. Kështu ka qenë ideja. Ju ishit në shkollë në atë moment? Në shkollën punë. Tani problemi ishte që mua nuk ka marrë moment fundit. Ai dhe ka thënë motrës, më kujton veten time kur isha 19 vjeç, ai 19 vjeç në Burg për të parë vet. Dhe kam frikë se ndodh gjë. Dhe ndodh që ai në kufi vritet. Qa thua? Po. Ku? 2 të tjerë në Otolisht është vrarë. Në pjesën e Librazhit? Po. Ai në kufi vritet. Po. Të tjerë kalojnë, më kanë arrestuar shtëpi pastaj. Ai që më ka marrë në pyetje është akoma sot kësaj dite, edhe më ka thonë kur më ka takuar më mbrapa, më ka dhënë vlerësime më të mira. Ke qëndru, tha. Kush ishte ky? Po nuk ka raci. Nuk bëhet fjalë. Po jo, ai duhet vlerësohet. Nuk kam pranuar të firmos asgjë. Po bravo qoftë. Ja, kjo ka qenë. Edhe ata 3 kaluan, ha? 2 tjerë kanë. 2 kaluan, ai u vra? Ai u vra. Ai dhe ti në shtëpi. Po mirë, kush i tha për ty atyre? Po pse ata besoj që s'kan para dhe kanë mbledh njerëzit tani si rinte këtu. Ai rinte vetëm me mua dhe me një prej tyre, as me të tretin nuk rinte, vetëm me ne 2. E vujt atë moment? Unë e kam vujt për shembull 6 muaj kam qenë kështu terrorizuar. Vuja, jo terrorizim, vuja atë kur mendoja që ai nuk ishte, nuk jetonte më, e vuja shumë. Dhe që i kohë që shoqëria kishte vlera, domethënë gati si familje. Si familje. Po sa herë ju morën pyetje kështu, nuk ju arrestuan, vetëm ju shoqëronin për të pyetur. O 2-3 herë. Pastaj sa herë hypja trenit për Shkodër ose për Gradet, zbresin nga treni, shumë herë ka ndodhur kjo. Ose nga autobusi për shtëpisë. Po isha si person që më mirë ndaloj që këtu pa na probleme atje. Por të survejonte sigurimi i shtetit. Por e kanë bërë disa herë, bilim kanë djegë dhe biletat, kanë qenë ca shteta për atë kohë, 250 lekë për në Peshkopi. Autobus. Po. Zbrit pse? Zbrit këtu të mos merrem me ty atje. Kaq. Po se kisha fuqi unë, ti kundërshtohem tepër. Kjo ishte. Dhe pastaj patët pasoja mbas kësaj? Jam i bindur, ekziston në dosje, besoj edhe që jam djeg, po s'kam arrit bën gjë. Nga sigurimi i shtetit? Po jam survejuar. Nuk arrit me gjetë sepse ishe i kujdesshëm apo s'kishe veprimtari? I kujdesshëm dhe hermetik fare bile.